Përshëndetje Ele, si je? A je Mirë, mirë? ti si je? Mirë ka dhe zoti e Perëndia. Gëzohem shumë. Më thuaj, t'lutem. Sa i përket deputetëve, si gjithmonë ka pas kundërshtime dhe fjalë edhe më të këqija. Ajo vlora dhe të kontrollon veten me shumë tjerë kolegë që i ka. Ai është deputet djali i ri, nuk i merret parasysh se gjos ka fut. Kush e ka mirë ka me kurr. Po? Një njeri që ka bo vepra e ka u që dhe unë jem, po mu s'm ka morë kërkush, kush e ka mizën nga dveshë i apovt hajrin. E sa i përket deputetëve të PDK-s, ata janë të shkatru Kosovën dhe bashkë me LDK-n, e nuk peshohin vetën që ku janë shku e që janë bo. Po popli duhet me konë syqel, e mës mi votu gjinën, mës t'i përmeni shumë e raste që i kanë full, edhe fjallë dyta në parlament e sene që si ka hije, i ka përcil krejt popli Kosovës, sidomos, ka këtu edhe granime, ka vemna krejt, që shprehet aj qfar udhet që është aj kur full aso fjallë, aj s'ka full as gjë. Gjë nuk ka full djali, ka full qysh ka dheft realitetin e ka full. A i ka thonë vetë jashtë navijave të frontit, ata dikush ka punu e qëre, çdo sen të përcil, mali i ka vesht, fusha i ka syt, e pa mëndshme pat përcil dikush pat po, e mos e meni djalin ashtu për para, se shumë është djali mirë, shumë djali arsimun, shumë djali i mirë, i familjes mirë, i edukun. E nuk duhet na me thonë se ai s'ka përdur kur farfjole që nuk vëll me përdur, e me ndigju e krejt Kosova, e krejt vota, ata dhe të kontrollohen, ata të PDK-s, edhe të LDK-s e të Leoncës, që s'kan lonë zotit pa thonë. E faleminderit që ma dhe fjallën,